Raundi i parë i zgjedhjeve lokale nxorri 43 fitues. Partia fituese e zgjedhjeve doli VMRO DPMNE me 33 komuna të fituara që në rrethin e parë. Në rendin e dytë radhitet koalicioni Vlen me 5 komuna të fituara, duke e lënë LSDM pas me 3 komuna të fituara. Edhe AKI fitoi 3 komuna. Koalicioni Vlen në rrethin e parë fitoi Çajirin, Haraqinën, Zhelinën, Sarajin dhe Tearcën. Alianca Kombëtare për Integrim fitoi Likovën, Plasnicën dhe Qashkën. Rreth të dytë do të ketë në 33 komuna dhe në 4 komuna do të ketë përsëritje të votimeve dhe atë në Qendër Zhupë, Vrapçisht, Mavrov Rostush, Gostivar, pasi pjesëmarrja në votime ishte më e vogël se 1/3 e kërkuar e votuesve. Nga 33 kandidatët e VMRO DPMNE-s, vetëm një ishte femër, Beti Stamenkovska, e cila në 4 vitet e ardhshme do të jetë në krye të komunës së Kisellavodës. Qyteti i Shkupit nuk arriti ta zgjedh pasardhësin e Daniela Arsovskas në rrethin e parë. Në të dytin forcat do t'i masin kandidatët e VMRO DPMNE-s Orse Gjorgjevski dhe Amar Mesinovic nga Levica. Në kryeqytet, qytetarët zgjodhën kryetar të komunave në komunat Butel, Gazibab, Gjorgje Petrov, Kisellavod, Saraj dhe Çajir në raundin e parë. Kurse në aerodrom, Qendër, Karposh dhe Shudo Orizar, posti i kryetarit të komunës do t'i ndahet atij që fiton në raundin e dytë. Komuna shqiptare në të cilat do të ketë rreth të dytë janë Tetova, Dibra, Struga, Kërçova, Studeniqani dhe Bugovina. Dalja e qytetarëve në rrethin e parë të zgjedhjeve ishte 46.48%.